Ataku i zemrës, kur zemra ndalë për një çast. Zemra rreth 100.000 herë në ditë, pa u ndalur kurrë. Ajo pompon gjakun, oksigjenin dhe jetën në çdo qelisë të trupit. Por kur një end gjaku që ushqen zemrën bllokohet, ndodh ajo që quhet atak në zemër. Nga këndvështrimi shkencor, ataku i zemrës ndodh kur një arterie koronare mbyllet nga mpiksja ose nga grumbullimi i yndyrnave. Pa oksigjen, muskujt e zemrës fillojnë të dëmtohen brenda minutave. Simptomat kryesore janë dhimbje gjoksi, vështirësi në frymarrje, djersitje e ftohtë, dhimbje që përhapet në krah ose nofull, shpejtësi e reagimit, shpëton jetë. Por zemra në Islam nuk është vetëm një organ, ajo është edhe qendra e vetëdijes. Kurani thot, ata kanë zemra, por nuk kuptojnë me to. Surja Araf 179. Kjo na tregon se zemra ka role dhe shpirtëror. Një zemër e shëndetshme ka nevojë për ushqim të mirë, lëvizje dhe qetësi shpirtërore. Sepse stresi, urrëtia dhe ankthi ndikojnë jo vetëm mendjen, por edhe trupin. Shkenca e trajton zemrën, besimi e mbron atë dhe mes të dyjave qëndron jeta.